Raporti I fundit I Parlamentit Evropian për Shqipërinë ka nxitur reagime në politikën shqiptare, ku lideri I opozitës Ali Berisha ka dhënë interpretimin e tij mbi përmbajtjen e dokumentit, duke u ndalur veçanërisht tek kritikat që I drejtohen qeverisë. Gjatë një deklarate për mediat, Berisha theksoi se raporti evidenton problematika serioze në funksionimin e demokracisë dhe proceset zgjedhore, duke I dhënë theks të veçantë konstatimit se zgjedhjet janë zhvilluar në një fushë të pabarabartë. Raporteri për Shqipërinë, zoti Andrea Shider, është I grupit të socialistëve, por mendoj se kemi të bëjmë me një raport jashtëzakonisht të çmuar, objektiv, I cili ka bërë diagnozën e plotë të problematikave me të cilat përballohet vendi dhe përveç kësaj ka dhe rekomandime të vyera të çmuara për narkoqeverinë natyrisht, por ka dhe rekomandime për opozitën. Megjithatë, Ali Berisha u shpreh I gatshëm që opozita të bashkëpunojë me mazhorancën për të zbatuar rekomandimet e Parlamentit Evropian, duke konsideruar këtë si një detyrim për të avancuar procesin demokratik dhe integrimin evropian të vendit. Në reformën zgjedhore do marrim pjesë, sepse ne nuk mund të marrim kurrë përsipër përgjegjësinë e bojkotit të reformës dhe dorës lirë të Edi Ramës. Edi Rama do bëj, por ne të paktën do jemi. Ja që kjo është një kërkesë e drejtë, ne jemi aty dhe do bëjmë çmos të japim kontributin maksimal. Në të njëjtën kohë, ai ironizoi mënyrën se si sipas tij përfaqësuesit e qeverisë do të interpretojnë raportin, duke lënë të kuptohet se dokumenti mund të lexohet në mënyra të ndryshme nga palët politike. Do të dëgjoni të dalin përfaqësuesit dhe thonë raporti shkëlqyer, falenderoj hipokritet se duhen me çdo kusht, kudo janë veprat e tyre në këtë raport. Raport shumë objektiv, një mbështetje reale për qytetarët shqiptar në rrugën e integrimit. Konferenca për shtyp u përdor gjithashtu nga Berisha për të adresuar çështje të tjera politike, ku ai shprehu mbështetjen për aleatët e tij, Ilir Meta, I cili ndodhet në paraburgim. Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se sipas tij me urdhër të tij Meta po përballet me keq trajtim gjatë qëndrimit në Qeli. Në Konventin Evropian të Drejtave të Njerëzit, në Kushtetutën e Shqipërisë, në ligjet e vendit, është torturë dhe terror psikologjik ndaj të burgosurit. Dhe këta e përdorin ndaj një njeriu, ndaj të cilit nuk kanë të substancuar absolutisht asnjë akuzë dhe nuk ka sot një njeri të vetëm. Dhe unë ndjek të gjitha ju, të gjitha mediat, që të raportojë një akt konkret të faktuar, të provuar ndaj tij, duke shkel Konventin Evropian të Drejtave të Njerëzit, duke shkel Kartën e Drejtave të Njerëzit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, duke shkel të gjitha ligjet kushtetutën dhe ligjet shqiptare.